Gjithmonë e buzëqeshur, duke shpërndarë energji pozitive. Është kjo këngëtarja Gjensila Mirtezaj, i cila vjen sonte në prive për të na shpalosur shumë të reja sa i përket jetës së saj private. Ka kohë që ja kemi njëllë se do të martohet, e ja do të martohet vërtet këtë vit, dhe kur ka planifikuar të bëhet nën, e kuptojmë bashkë në vazhdim nga vetë këngëtarja. Është ndër artistët me energjinë më pozitive. Gjensila Mirtezaj me zërin e ëmbël ka pushtuar skenën qysh në moshën 14 vjeçare. Ajo është rritur bashkë me muzikën dhe këngën si shoqëruese të saj. Sot numëron 10 projekte muzikore dhe çmime të ndryshme festivalesh, derisa momentalisht bën pjesë në kategorinë e këngëtareve më të dashura për publikun. Javës që lan pas, këngëtarja Mirtezaj ka publikuar këngën e fundit, High Love, solli Gjensilën brenda stilit të saj, me nota ritmike dhe një videoklipi shumë ngjyrësh. Po, deri tani, fatmirësisht gjërat kanë shkuar shumë mirë. Unë asnjëherë nuk jam e kënaqur 100% në çdo projekt dhe në çdo krijimtari që nxirret nga ana ime. Dhe për mua, por që me sa po shikoj, feedbacku është shumë mirë, njerëzit e pëlqejnë, është mjaftueshmërisht mirë edhe nga ana e klikimeve, kështu që jam e kënaqur, jo 100%, por jam e kënaqur. High Love nuk do të jetë projekti i vetëm për muajt e nxehtë. Deri në fund të verës, ajo do na i sjell edhe 2 të tjera. Jam pak natyrë skeptike dhe kam pak frikë të flas për gjëra që ndoshta nuk janë konkretizuar tamam. Di që projekti do jetë shumë i afërt. Përpara shtatorit do kem dhe një projekt tjetër, do jem e vetme sërish, dhe më pas është menduar edhe diçka për një bashkëpunim që është akoma në fillesën e tij dhe nuk e di se sa do na marri përmbar. Përveç këngëve të reja, Gjensila është gati edhe për mbrëmjet muzikore të cilat sapo kanë startuar. Keni me më pas më shumë këtu, në Kosovë, kam shumicën e mbrëmjeve i kam në Kosovë. Jam shumë e lumtur që shumicën e koncerteve do i kem këtu, sepse nuk dua t'i bëj ndasi mes publikut të Shqipërisë dhe atit të Kosovës, por që duket që njerëzit sikur i merr malli kur janë çik më larg, kështu që më presin më me entuziazëm, edhe unë e shijoj vërtet. Sikur se karriera muzikore, mos më mirë, asaj po ecën edhe jeta private, atë dhe Besnik Kallakun, me të cilin është në lidhje nga të 16-tat, vitin e ardhshëm do t'i shohim në altar. Do të thënë, ideja është që neve kemi shumë njerëz që na duan edhe do donin të ishin pjesë e gëzimit tonë. Do doja shumë që të ishte një gjë shumë intime dhe jo mediatike, sepse do doja që të ishte më shumë shpirtërore se sa publicitare. Kështu që do ketë njerëz do ketë, që do jetë dashur më madhe do jetë, por që se sa do jetë mediatike do mundohemi shumë që ta mbajmë atë në kupolën tonë. Gjensila dhe Besi kanë pak kohë që janë zhvendosur në një apartament të ri duke ndryshuar vendbanimin, por a nuk kupton kjo se ata po përgatiten për të krijuar familjen? Sa më shumë kalon koha, aq më shumë edhe unë dhe Besi e ndjem të nevojshme. Mendoj se ora biologjike do vi shumë shpejt. Nuk jam shtatzan, por që dëshira është në një të ardhme të afërt, se jo. Ajo madje është bërë edhe me vetur të tipit Mercedes, dhuratë të cilën e mori nga Besi. Ka qenë thjesht një gjë sa e papritur aq edhe e pritur, sepse unë atë makinë e kisha pikasur shumë kohë më parë dhe e kisha shprehur si dëshirë, po jo që ajo dëshirë të realizoja shpejt. Do të thënë, edhe prisja, edhe se prisja. Por ndryshën nga këto gjëra të bukura të cilat po i përjeton në jetë dhe karrierë, asaj po ja prishin pak rehatin disa artikuj nëpër media. Njëri ndër to është shkrimi rreth operacioneve plastike. Them drejtën, edhe unë nuk e di se ku është zanafilla, sepse nuk ka zanafill. Unë nuk kam bërë asnjë operacion plastik. Për gjërat që unë bëj, nuk kam asnjëherë turp që t'rregoj, do e t'rregoja me
dëshirë më të madhe, sinqeritetin më të madh, se nuk kam për diçka që e bëj me vetë dijen time dhe nuk kam se fshe, nuk më vjen turp nga gjërat që unë bëj. Kështu që di them që për skeptikët ata që shohin mos kena asnjë lloj aludimi sepse unë s'kam selimie, nuk kam bërë asnjë lloj operacioni plastik. Dhe asnjë lloj, siç thonë ndonjëherë edhe tatuazhi i vetullës quhet operacion plastik, nuk e kam bërë. Madje nuk paktën te vetja nuk e shikoj të arsyeshme këtë gjë. Të tjerët janë të lirë të bëjnë ç'të dojnë me paraqytetjen e tyre, nuk paragjykoj askënd, po te vetja jam një çik e rezervuar në këtë pjesë.